طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek libri Bazat e dispozitave Umdatul Ahkam, jemi tek temat e fikut. Është dersion i fundit për këtë kapitull edhe për librin, pastaj do të fillojmë me librin e dytë inshallahu taala. Kemi folur për itikafin, edhe kemi arritur në faqet e fundit inshallahu taala. Jemi tek hadithi 204. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, transmeton se ja krihte ajo flokët pejgamberit alayhis salatu wassalam kur ajo ishte me menstruacione. Dhe thot në një kohë që ai sallallahu alaihi wasallam ishte në itikaf në xhami. Dhe thot ajo çndronte në dhomën e vet dhe ja prekte kokën. Kjo i bie se xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam me shtëpinë e Aishës radhiyallahu anha kanë qenë ngjit me xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do të thonë realisht me shtëpinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sa ka qel derën për një herë ka dal një aspekt në xhamin e vet. Transmetim tjetër thuhet nuk futej në shtëpi vetëse për nevoja personale, sepse ishte në itikaf. Pastaj thot transmetimi tjetër, thot Aisha thot, nuk futesha në shtëpi vetëse për ndonjë nevojë, edhe po të kishte ndonjë të sëmur, nuk pyesja për gjendjen e tij vetëse duke ecur apo kaluar. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit që futët vllazni jaudit kanë qenë strikt në ekstremizëm i bie, jo strikt në pasim të profetit të tyre, mirë po kanë qenë ekstremist në aspektin e menstruacioneve të grave. Kur gratë kanë pas menstruacione, ata janë larguar nga dhoma që kanë qenë gratë. Çfarë po thu? Do të thonë, kur kanë pas menstruacione gratë e tyre, ata janë largu. Nuk kanë nejtë bashkë me to. Ndërsa të krishterët që kanë bo? Të krishterët kanë bo marrëdhënie duke qenë me menstruacione gratë e veta. E ummeti Muhamedit alayhis salam është ummet mesatar, mes jaudive dhe të krishterëve. Nuk lejohet me bo marrëdhënie intime në organin gjenital, por lejohet të kënaqur burri me gruan e vet në pjesë të tjera të trupit. Por se marrëdhënie intime nuk lejohet, sepse është haram. Në të kundërtën, si shtam, kristianët nuk largoheshin prej tyre, madje silleshin me to se ishin të pastërta. Skandoni të keqe që gruaja me menstruacione të prek sendet e lëngta apo të ngurta, madje s'ka probleme nëse burri e prek kënaqet me trupin e saj përveç organet seksual. Tena është një fetva e plakave që thënë nuk lejohet me prek kurrë, as nuk lejohet gjimi dhon fëmis. A thënë si tosh gjynyp apo si tosh me menstruacione, realisht me menstruacione, me gjynyp po dhe me menstruacione me sadi, më thonë çka si është nuk lejohet thot mi dhon fëmijës gjë. Nuk lejohet mi dhon fëmijës gjë. Jo, lejohet mi dhon gjë. Nuk ka ndalesë. Pastaj thot, për sa i përket kryerjes së marrëdhënieve intime, është haram i ndaluar se gjaku i menstruacioneve është gjak që mundet me të shkaktu smundje. Gjatë aktit seksual, organi mashkullor e ka vrimen, më thonë mundën pisliqe apo gjëra të ndryshme më fut tek organi mashkullor dhe pastaj me të shkaktu smundje. Me të shkaktu, më thonë se ka mikrobe të ndryshme aty. Pastaj thot përmban papastërti, më thonë ky gjak i papastër, që i dëmtojnë të dy palët. Aisha ja krihte dhe rregullonte flokët e pejgamberit alayhis salam kur ishte me menstruacione. Tani i shtrohet një pyetje. Ajo ishte në shtëpinë e vet, njëkohësisht në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, dhe zgjaste dorën ndërsa Muhamedi alayhis salam e afronte kokën tek shtëpia e vet. Apo edhe ja krihte flokët Muhamedit alayhis salam. Tash lind një pyetje, a lejohet gruaja me menstruacione me hin xhami? Po, jo. Ktu ka hilaf. Autori i librit thot nuk lejohet. Autori i librit thot nuk lejohet kur është gruaja me menstruacione. Ulemat tjerë thot s'ka ndalesë nëse vjen me dëgju ligjëratën. Nuk bën ibadet normalisht, nuk falet, nuk i kryen, nuk agjeron, gjitha këto gjëra. Pastaj te Kurani prap ka hilaf aty, a lejohet apo nuk lejohet. Më thonë është mesele e gjën. Autori i librit thot që nuk lejohet në xhami gruaja me qenë me menstruacione.
Pastaj thot itikafi nuk e pegon te pejgamberin alayhis salam në sistemimin e flokëve. Edhe pse ishte një itikaf mranda, po prap nuk e pengonte që mi krej flokët. Më thonë mu duk i mirë, i pastër në çdo aspekt. Po. Pastaj thot pastrimin e trupit pa dal nga shtëpia e Allahut, pasi Aisha ja prekte kokën duke qenë në xhami dhe ai ishte në dhomën e vet. Itikafi e pengonte profetin alayhis salam të dilte jashtë për vetëse në raste specifike. Edhe javën e kaluar kemi thonë, kur është i smut, kur nuk ka mundësi me ja çu dikush ushqimin, është vetëm, është beqar, apo ku e di unë, baba nona kanë shku dikon, është vetëm, atër lejohet me shku për nevojat personale, deri te dyqani, me shku mi ble edhe me njëherë mu kthy. Mos me stërzgjat muhabetin. Hajt tash dola edhe shet dikush mas iftarit, hajde s'ni kafe ta pim qëto në kafe. Jo, nuk bën me stërzgjat. Rëndësishme është veç shkon, i merr, çka ki nevojë, kthehesh pastaj në xhami edhe vazhdon me itikaf. Çka përfitojmë nga ky hadith? Itikafi nuk na pengon me i kre flokët. Mu la edhe lloje tjera të pastrimit. Më thonë lejohet mu la dhe kur t'jen në itikaf. Normalisht ka raste të caktuara që normalisht ti nuk ki marrëdhënie intime me bashkëshortën, mirë po je në ondër, je duke flajt, edhe mundesh më bëj pa pastër. Atëra duhet mu la, normalisht duhet mu la, ki me dal edhe mu la. Nuk ki për shembull banjo apo në WC çdo xhami e ka, po themi, më thonë nuk ka si banjo për mulat, lejohet me shudit e shtëpia mulat dhe mu kthy për shkak të nevojës. Pastaj thot, nuk ka problem nëse e prekim gruan me menstruacione apo nëse ajo vet i prek gjërat. Më thonë sidomos kur njeriu për shembull e ndal epshin, nuk ka problem. Itikafi kryhet vetëm në xhami. Pse? Sepse në xhami falet 5 vakte edhe falet xumaja. Që me një aspekt nuk bën ky me dal pastaj për shkak xhumos apo namazë me shku me një xhami tjetër 5 herë në ditë e mu kthy prap pastaj domethënë te xhamia ku e bën itikafin. Personi që kryen itikaf nuk duhet të dalë nga xhamia vetëse për nevojë që shta ushqie dhe pije. Nxjerrja një pjesë të trupit nuk i bën që ke dalë ti pi xhamis. Domethënë nëse ti e çet kokën për shembull jashtë xhamis, don me marr për shembull ndaj porë, ndaj sen, apo ti kri flokët gruaja, nuk do të thotë që ti ke dalë prej xhamis. Ti je brenda në xhami. Por se lejohet në raste specifike kur ti ki nevojë. Kush del për ndonjë domosdoshmëri, le të kthehet thot shpejt edhe të preokupohet vetëm me nevojat që i lejohet dalja. Prekja e gruas pa epsh nuk e prish itikafin. Nëse s'ki epsh, domethënë pa epsh, thjesht e prek, atëherë nuk ka asnjë problem dhe nuk e prish itikafin. Hadithi 205. Omar ibn Khattabi radiallahu anhu transmeton, i thash pejgamberit alayhis salam, o i dërguari i Allahut, unë i kam premtuar thot Zotit në xhailiet para pranimit islamit, duke qenë idhujtar, se do të bëja një natë itikaf. Llazni edhe mushrikt edhe njerëzit që nuk e kanë pranuar islamin, që nuk janë musliman, i kanë disa ibadete. Nuk ka civilizim, manë në mend, nuk ka civilizim dynjo, qofti mirë apo qofti keq, besim, që nuk ka pasur besim, qofti mirë, qofti keq. Po qofti edhe në kone e Enver Hoxhës, kanë bo be në Enver Hoxhën. Apo në bestytnit e ndryshme. Mirë po s'ka civilizim botëror, prej Ademit alayhis salam, deri në fund dynjos, që diçka pa besu, nuk ka mundësi me gjetë njëri. Edhe ateist nëse është, diçka i ka me besu. Kam ju lidh zemra me një besim të caktuar. Neve na lidh zemra me Allahun azza wa xal, me fen ton, ndërsa të tjerëve i bëjnë shirk Allahut dhe i bëjnë, domethënë bën bestytni të ndryshme. Dhe Omer radiallahu anhu, duke qenë jo musliman, i ka premtuar Allahut, para mëno. Sa ata i kanë besu Allahut që ekziston, po i kanë shëshru shok, apo idhujt i kanë shëshru. Edhe i ka premtuar Allahut azza wa xal, i ka thonë që unë ko me bo një dit itikaf. Se ka di që po bëhet itikafe, apo. Tash që të premtim unë e thë që ja kom dhonë Allahut, Omeri radiallahu anhu, am duhet me qunë vend këtë premtim, apo s'duhet me qunë vend, se unë jam jo musliman, ma arrat. Në transmetim tjetër, thuhet një ditë në xhamin e Shejt Qabe, tha profeti alayhis salam, përmbushje premtimin, tha, edhe pse ke qenë jo musliman. Çoje në vend premtimin, se premtimi është borxh. Sidomos për shembull kur je musliman, kur ti ke premtuar që unë ko me agjëru dhe ke vdek.
atëherë është obligim me agjëru para pasardhësit yt. Po ashtu, disa transmetues nuk e përmendën fjalën as një ditë e as një natë. Tash këtu ka shpjegim. Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu i kishte premtuar Zotit në kohën e xahilietit, kur nuk ishte musliman. Para se ta pranonte Islamin, se do të bënte itikaf në xhaminë e shenjtë, prandaj shkoi edhe me pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam për gjykimin e kësaj çështje, nga që lipsej mbajtja e premtimit. Dhe thot, qofta i zotuar në kufër apo në islam. Dhe profeti alayhi salam i tha me përmbush premtimin, dhe tha ndërsa përmbushja premtimit është e detyrueshme. Është e detyrueshme. Për shembull, nëse një musliman i ka borxh dikujt, a do të më kthy borxhin? Ja kthen. Po jo, unë jo musliman jam kon atëre. Allah më fshin krejt, jo ti fshin. Ti fshin ato që kanë raport mes te dhe Allahut azza wa xal. Jo mes robërve. Nëse ti ke premtu, ke bo zotim, duhet me qunë vend edhe nëse ke qenë jo musliman. Çka përfitojmë? Përmbushja premtimit të Allahut edhe nëse është bërë në gjendje të kufrit apo mosbesimit. Nëse përcakton niyetin që me boj itikaf në xhaminë e shenjtë në Qabe, atëherë ky person duhet me kry itikafin. Kush e bën niyet itikafin në xhami tjetër, lejohet që ta kryej atë në xhaminë e shenjtë, sepse ajo ka më shumë merita se të tjerat e rëndësishme është xhami i Mukon, sipas një pjesë të ulemave, ndërsa disa të tjerë kanë thonë nuk ka itikaf përveç se 3 xhamiave. Këtë mendim e ka Sheikh Albani rahimahullahu taala. Itikafi bëhet wajib nëse ja kemi premtuar Allahu, siç e tham, në transmetim thuhet premtimi një nat itikaf. Tash këtu ka dallim kur thuhet një nat itikaf edhe një ditë itikaf. Nëse thu një nat itikaf, nuk agjeron. Nëse thua një ditë itikaf, duhet edhe më agjeru. Nuk ka dallim. Shihni një fjalë e ndryshon kuptimin. Unë po du me bëj itikaf një natë. U kry, natën shkon e bën itikafin edhe s'ki agjerim. Nëse e bën ditën, ke premtu për ditën, atëherë në dispozita edhe e agjerimit. Se itikafi është me agjerimin. Edhe pse na e kemi sqaruar më herët, nuk është kusht i itikafit agjerimi. Nuk është kusht, që disa prej mëdhëve kanë thonë është kusht. Nëse ti don me bëj itikafin, kusht e ki me agjeru. Hadithi 206. Safia bintu Huyej radiallahu anha thot, pejgamberi sa ishte futur për itikaf në xhami. Edhe shkova, gruaja vet, Safia, shkoi me vizitu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhami. Shkoj me vizitu. Edhe thot çfarë? Një natë dhe bisedova me të. Më pas u ngrita për të ikur, dhe ai sallallahu u ngrit për me përcjell. Kishte arsye. Na themi që s'lejohet me dalje jashtë xhamisë, çysh tash? Kishte nevojë. Nuk donte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që gruan e vet ta linte vetëm gjatë rrugës, edhe shkoi e përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gruan e tij. Pastaj thot u ngrit, më pas u ngrita për të ikur, dhe ai më përcjelli. Banesa sa ishte në shtëpinë e Usame ibn Zeidit. Kaluan pranë meje 2 burra nga ensarët. Kaluan pranë meje 2 burra nga ensarët. Unë isha me gruan time edhe kaluan 2 burra prej ensarëve. Edhe thot kur e pon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e shpejtuan edhe ikën. Si e pon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ikën. Pastaj thot tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngadal tha, ka dole. Edhe i tha mos nxitoni. Kjo është Safia, gruaja jame. Ata tash ju erdhë marrë, ju erdhë turp, subhanallah. Më thonë se ju afru para mëna, ishte me pejgamberin se sëm gruaja, edhe sahabët ishin, po pak si ma larg, po nuk u shikte se natë. Edhe i tha, hajdeni qëtu, që kjo është ta gruaja jame. Çka i thanë? Thanë, subhanallah, i dërgumi Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtet shejtani rrjedh në për gjakun e birit Ademit, kisha frikë se mos jetë të sherr në zemrat tuaja. Edhe pse fillimisht ata kur nuk e qenë mendën që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kish me bën ndonjë që bie ndesh me parimet fetare. Mirë, po shejtani është ai që i cyt njerëzit. Ja lidhi, bën puzzle senet edhe për me, a ki po nërë qësh i lidh, subhanallah. Që ku ti thush për shembull ndaj vlloh, thotë, a je më në Tereziti? Çka që lidh mirë shejtani sanet. Në transmetim tjetër thuhet, Safia erdhi për ta vizituar tek po bënte itikaf në xhamin 10 ditën e fundit, 10 ditën e fundit, bisedoi me një pjesë të kohës saj, pastaj u ngrit për t'u larguar dhe pejgamberi sa u ngrit për ta përcjell deri tek shtëpia. El muhim, domethënë hadithi me kuptim të njëjtë. Çka është kuptimi i përgjithshëm? Thotë se pejgamberi sa ishte duke bërë itikaf.
Edhe thot në 10 ditëshin e fundit Ramazanit. Pastaj erdhi me që kjo Safia, gruaja pejgamberit s.a.s. Muhamedit s.a.s. dhe u bisedoi me Muhamedit s.a.s. Kur e kryu muhabetin, u çu Safia për me shku te shtëpia vet. Edhe shkoi pejgamberi s.a.s. bashkë me Safian. Rrugës i pa 2 sahabi, 2 ensar. Edhe ata nxitonin. Hajdeni, tha ngadal, tha kjo është gruaja ime Safia. Allah i madhruar e kishte krijuar pejgamberin a.s. me një moral, thot natyrë të butë dhe moral të lartë, zemër të mirë të pastër, u ngrit pejgamberi s.a.s. edhe me një shoqëri, domethënë me një butësi të mirë dhe ftohtësi i tregoi Muhamedi a.s. se kush ishte kjo grua, andaj ata u turpruan. Edhe çfarë i thanë subhanallahu, thanë aty dy besojmë në një aspekt. Po, ti më beson mu, mirë për mja thy kom të shejtanit, këqyri detajzimet, kallëzoja detajet, që mos i le asnjë hapësirë shejtanit me të manipulu. Mja këqyri dhe punë të shejtanit në herë me një aspekt. Çdo detaj që mos milon hapësirë shejtani me të manipulu. Edhe nuk do më thonë që ti pi jep dikujt për shembull përgjithësi, jo, po në herë ka nevojë. Kur ta dush një vlla, një sena, apo për shembull përgjithësi ki imazh je hoxh, apo do të më bëj do detajzime që mos më pas problem, pastaj edhe tu reputacione, apo do ne hub, për shembull para mendon një hoxh, ka pas raste më herët kanë përdor mish që nuk o prej për hir të Allahut, apo ka qenë mish deri çdo diçka nuk po më kujtohet, edhe tash i afrohet njëri edhe i thot hoxhës, që kjo e jutja është tamam që ky mishi. Apo kupton? Thot haje pasi, pa probleme ki. Po tha unë pe ha me Allah mirë i kon punë këtë pikë. Po çka mi bë këtyve të tjerëve kretëve që ata mendojnë që unë ku mungur mish deri apo ku mungur një mish që soprej për hir të Allahut. Çto është ai mesele? A unë kom punë mirë me Allah, s'po më intereson mua. Jo nuk është, s'po më intereson. Se du do sharime mi bo, apo kupton? Se keq kuptohesh pastaj. Edhe bo domi pastaj. Pastaj thot çka? Thot u tha profeti alayhis salam ngadal mos nxitoni, kjo që në shoqërinë time është gruaja ime, sahabët u çuditën dhe thanë subhanallah, si mendojnë dërgumi i Allahut që ne mund të na shkoj mendja për këtë dyshim. Profeti alayhis salam i informoi se nuk mendoj këtë, por se shejtani mallkuar lakmon mi mashtru njerëzit, mi cyt. Kupton? Edhe thot mundësia për ta realizuar kështë është e madhe, sepse ai ecën në për gjakun e tij, sillet në për ente gjakut. Pak para se me fjet vetë cytat. Cak, kur çosh nesër, diçi ka pas raste që burri e ka myt gruën e vet masi që është çu prej gjumit. Ka pa ëndër gruën e vet të bozina, edhe në moment e ka hub vedin e ka myt gruën. Më thënë, qëre deri në qëfar mos mund me arrit, shejtani alehi lane. E ka po shumë keq, apo gjelosa dushna, këtë jemi gjelosa, edhe në moment, ka dali jashtë kontrollit edhe ka mbyt gruën. Që shejtani që ka mundet me bo. Çka përfitojmë nga hadithi, ligjësimin e itikafit, sidomos në 10 ditëshin e fundit, biseda shkurtër nuk e prish itikafin, sidomos kur kërkohet nevoja, morali buti pejgamberit alayhis salatu wassalam, njeriu duhet i largohet gjërave që të çojnë në të dyshuarit, dhe thot apo të akuzuarit, shejtani ka forcë të madhe për ta mashtruar njeriu. Dhe thot Ibn Daqiq el-Eid, thot rjedha shejtanit në përgjak përfshin njerëzit e thjesht, po edhe dietarët. Mos harroni se edhe dietarët i kap. Bile disa prej dietarëve kanë thonë në emrin e kritikës dhe të lavdrimit, që duhet me mbrojt fen, shejtani e shfrytëzon rastin tek një dietar që e ka i nota dietarin tjetër, edhe e shfrytëzon për me godit, dhe kjo çka e bën në emën të fesë. Apo kupton? Thot pe mbroj fen unë. Po shato e shojën e filan hoxhën. Tash mos mirët mjërë përgjithshme kjo që s'lejohet me fol. Ama jo çdo herë duhet mu shiku dëshmit dhe faktet. Se mund mja fut e ka i nati edhe flet. Pa dëshmi, pa fakte, më thonë shejtani nëpërmjet kësaj dere futet në emën të mbrojtjes dinit, të fesë, në emën të gjerhit të ta'dilit, bën kërdin mesin e muslimanëve. Pastaj thot mshira butësia pejgamberit alayhis salam, thot me umetin e vet, ai nuk mendoj se dy burrat mund të dyshonin apo ti
vënte ndonjë mendje e keq, mirë po e dinte se shejtani nuk rrin rahat. Shejtani vllazni kanë thonë ulemaja e kqyr njeriu ose si një lloj barometri, e kqyr njeriu kapo anan. Nëse e shet që po shkon ka ekstremizmi, e ka betejën e humbur me hi në derën e lehtësimit. Nuk qyr me ja lehtësu ati. Sa ai e shet që ka kalu tej mesatarës, të nalt ka shku, edhe don me që hala ma nalt. E qet tamam në ekstremizëm. Kur e shet që anon ka liberalizmi, ka lehtësimi, e kap edhe e lëshon tek lehtësimet. Më thonë mesatar nuk të le. Nuk të le mesatar. E ummeti jon është ummet mesatar, që shka thonë Allahu në Kur'an, i lejohet thot personit një tikaf të vetmuarit me bashkëshortën e tij, nëse nuk provokohet epshi, gjë që bie në kundërshtim me itikafin, pse sidomos të rinjët për shembull, nuk kisha thonë me shku gruaja me nejt aty vetën në xhami, sepse mundet me ndikua, qoftë agjërimi me të prish, qoftë, dhe më thonë edhe itikafi mundet me të prish. Në duhet me pos kujdes, se pastaj jo për itikafin, po për agjërimin duhet me agjëru gjallë dit. Gjallët e një dit duhet me agjëru, ose me dhe më thonë me kompenzu kështu, dhe më thonë si që në ato kategorit e ndryshme. Vëllimi i librit, vëllimi i parë i librit mbaroi elhamdulillah, edhe në derset e ardhshme biidhnillah pas Ramazanit, po inshallah se s'kemi që shmi majt tash, puna iftarit edhe problem po është për vllaznit. Më thonë këtë libër, një përmbledhje të shkurt, kemi sqaruar apo shpjeguar kapitullin e pastërtisë, diku 400 faqe libri elhamdulillah, i ra në fundit, tash edhe një 400 faqe tjera, janë kapitulli i dytë. Kapitullin e pastërtisë, kemi filluar nga kapitulli i pastërtisë, ku përfshin futja në banjo, misfaku, mestet, temumi menstruacionit, kapitullin e namazit e kemi fol krejt, apo prej tekbirit në derin teslim, kapitulli i formës faljes namazit, xhamia, përshëndetje xhamis, ndalimi të folut namaz, xhumaja, 2 bajramet, tekbiret në bajrame, kapitulli i xhenazës, kapitulli i zekatit, krejt e kemi sqaru, kapitullin e agjërimit e kemi përfundu, e tani do të fillojmë, dhe më thonë, me kapitullin e haxhit, biidhnillah, tamam i bjera e koha e haxhit, subhanallah. Tamam i ra agjërimi, pak para agjërimit me kry, temën e agjërimit, një e thënë kohë kam i ra mas, dhe më thonë, mas Ramazanit me njerë kam i ra, edhe 2 muaj tjera që është haxhi, edhe kam i ra, do të thot me e shpjegu librin apo kapitullin rreth haxhit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.